në këtë botë erdhëm vetëm, lindëm vetëm, edhe është e sigurt që vetëm do ikim në kjo botë. Por është bekimi i madh vëllezër të dashur që njeriu në këtë botë jetoj me Jezusin në rrugën e Zotit, edhe si përfundimisht të përfundoj rrugën e tij me Jezu Krishtin, edhe një ditë të shijoj të tërë atë mundimin e tij që u mundua në këtë botë përpara Perëndis. Jeta vërtet me Jezusin nuk është e lehtë, nga kushan e them që nuk është e lehtë, sepse vëllezër të dashur, jetojmë në një botë, në të cilën botë mëkati sa vjen po rritet. Të tërë ato që kemi lexuar në Bibël, i shikojmë sidomos në këtë kohë të sotshme, po realizohen njëra mbas tjetrës, po shikojmë që ndodhin shumë gjëra këto kohë të fundit. Por doja me hirin e Zotit lexoja disa vargje, edhe sytë e tanë vëllezër të dashur të jenë tek fjala e Perëndis. Është Ungjilli i Mateut, kapitulli 5, doja të lexoja 12 vargjet e parë. Mateu, kapitulli 5, 12 vargjet e para, vëllezër të dashur. Dhe ai, kur pa turmat, u ngjit në mal dhe pasi ul, ju afruan dishepujt e tij. Atëherë ai hapi gojën e tij dhe i mësonte duke thënë: Lum s'kam si në frym, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. Lum ata që bëjnë paqe, sepse ata do të quhen bijtë e Perëndis. Lum ata që janë përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Lum ju kur do t'ju fyejnë dhe do t'ju përndjekin dhe duke gënjur do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh të qej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush. Amin. I mbaron këto fjalë Jezusit duke i thënë edhe nxënësve atëre, po edhe neve sot që lexojmë fjalën vëllezër të dashur, edhe është mirë kur e lexojmë fjalën vëllezër, kur dikush e lexon fjalën e Zotit, edhe ne kur e lexojmë në shtëpi, kudo që jemi, të kemi një gjë parasysh në ato momente na flet Jezu Krishti. Sigur edhe sot në 2025 të vinte Jezusi në këtë tokë vëllezër të dashur, po të njëjta gjëra do na thoshte. Të njëjtat premtime, të njëjtat korrigjime do thoshte, ato që tha atëre, të njëjtën gjëra do thoshte sot. Njerëzit vëllezër të dashur shumë herë i japin rëndësirave, gjërave që s'kan shumë vlerë, do thosha. Shumë njerëzit i japin vlerë dikujt për shembull që është shumë i pasur, njerit që ka mbaruar shumë universitete, ka shumë diploma e zemë, ka shumë para, ka shumë gjëra, mund të thoshim, edhe qa thot, mos ta thot goja, por i thot në njërë mendimi, luma e njeri. Si mungon as dhe një gjë. I ka të tëra, ka diplomën, ka diturin, ka pasuri, ka. Në këtë momente doja t'ju kujtoja diçka nga Bibla, që njëherë vajti një djalë i ri edhe i pasur te Jezusi, i cili vëllezër të dashur i kishin zili shumë njerëz, shumë të rinj në moshën e tij, e kishin edhe gjithnjë thoshin luma ai që ka gjithë ato.
por ai person në zemrën e tij kish vështruar që i mungon diçka. Kish dëgjuar për Jezusin, kish parë shumë gjëra, kish dëgjuar shumë gjëra, edhe vajti në një pyetje te Jezusi duke i thënë: "Çfarë duhet të bëj që të trashëgoj dhe unë mbretërinë e qiellit, jetën e përjetshme?" Edhe besoj se në qoftë se Jezusi i thoshte të japësh diçka, 20% pasurisë tënde, besoj se jam i sigurt që ai do ta jepte për të përfituar jetën e përjetshme, të cilën jetë përjetshme, vëllezër të dashur, neve e shijojmë sot, nuk pagoj asnjëri për nesh diçka, është dhuratë e Perëndis në të tërë ata njerëzit që besojnë edhe pranojnë Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Edhe përgjigjja e Jezusit vërtet ishte kundër të tërë ato që mendonte ai. Besoj se kish menduar kurrë atë përgjigjen që i dha Jezusi. Jezusi që i tha, i kshiti të tërë ato që ke, jo ti marrësh lekë ti vesh në bank, por t'ia japësh të tërë të varfërve. Edhe eja të më ndjekësh, do kesh një pasuri në qiell, edhe sigurisht do ishte edhe një nxënës i Jezusit. Shumë vëllezër të dashur, tjerat janë sytë e tanë, mendimet tona e tjerat janë ato që do Perëndia nga ne. Vërtet Zoti e deshja i shumë atë djalin, edhe kur ai iku me kokë poshtë i trishtuar, thot Bibla që Jezusi e desh shumë atë njeri. Edhe është vëllezër të dashur, është nuk e di çfarë fjalë të shpreh, që njeriu është një keqësi e madhe që njeriu t'i kthej shpinën Zotit, e të shikojnë, të hedhë sytë në diçka që është për pak vite, për pak kohë, edhe t'i nguli sytë atje, edhe ta ketë paranë si Perëndi, ta ketë paranë si çfarë do mund të themi. Por Jezusi këtu që lexuam sot vëllezër dashur, kur nxënësit e tij ulën pranë Jezusit, imagjinoni çik atë ikonën, shumë ikonë e bukur, diku ishte ulur Jezusi, edhe rrethi për qark nxënësit e Jezusit, dishepujt e tij. Edhe gjithnjë Jezusi kishte atë vëllezër të dashur, i mësonte nxënësit kush janë vlerat e vërteta të kësaj bote. Edhe në këto momente do doja t'ju thosha mirën e Zotit që të jemi të lumtur sot vetëm për një arsye. Sa aq shumë e deshi Perëndia tha botën, Jezusi, që dha birin e tij të vetëblindur, që kushdo që të besojë tek ai mos të humbas. Edhe neve vëllezër të dashur sot pranuam, e kemi pranuar me vite shumë, por edhe sot edhe ardhmja jon në Kishë deklaron që pranojmë edhe sot Jezusin si shpëtimtarin e Perëndis. E ai njeri që pranon Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tij, ai nuk do humbasi kurrë. Nuk mundet të kuptojmë në këto momente që tëra vjen mirë, kemi jetë përpara, themi, kemi programe të jetës, nuk mundet të kuptojmë çfarë vlerë ka jeta e përjetshme. Mundet ta kuptonte dikush më shumë, besoj që është afër, i vinë orat kur i thonë që do ikin nga kjo botë. E braktis shëndeti, e braktis shoqëria, e braktis makina, e braktisin të tëra. Edhe s'ka asnjë tjetër që ta ndjeki, kur si thonë dhe këtu në Shqipëri, që do ndroj jetë. Vëllezër të dashur, në ato momente do vi ora që do kuptojmë aq shumë vlerë që ka besimi jon që e mbajmë si ajo fare grurit në zemrën tonë, të thosha, që një ditë të tërë ata që besojnë Jezusin, do i thot Jezusit, do vinë në të djathtë Perëndis. E të tërë ata që nuk e pranuan, ku do vënë? Në të majtë. Do vi ora që do i ndaj Zoti të tërë ata që besuan e të tërë ata që s'besuan. Lumësit në frymë, thot Jezusi këtu. Lumë ata, lumë skamësit në frymë, sepse tyre është mbretëria e qejve. Edhe në këtë momente desha t'ju thosha vëllezër të dashur, po t'i vëmë re të tërë dishepujt e Jezusit, nuk ishin me shkollë, nuk ishin me zgjuarsi të madhe, toksore, të thosha, por Jezusi e di çfarë do vëllezër, nuk do as diturin ton, as zgjuarsin ton, nuk do as paratë tona, nuk do as dhe gjigje,
Jezusi do zemrën tonë. Njeriu i vëllezër të dashur që ndjen veten bosh, që nuk e mban veten për të ditur me i madhi, unë i di të tëra, unë pa mua nuk mund bet dot asgjë, më the të thash, ai për vete, ai njeri vëllezër të dashur do thosha është aq i varfër, sepse në atë zemër e vërtetë është nuk banon Jezusi. Jezusi ku banon? Perëndia te Bibla e vjetë, në vjetën e vjetër thoshtë që unë banoj në zemrën e të përkullurit. Në atë njeri që zemra e tij është i përkullur. Imagjinoni, shikoni çik fëmijët vëllezër të dashur. Fëmijët po ti marrësh veçantë fëmijës, ti thosh ç'a di ti, dikte jo. Fëmia vëllezër të dashur ka një zemër aq të mirë që Perëndia na puri shembull fëmijën që tha, nëse juve nuk bëni si fëmia, nuk mundeni të shikoni mbretërinë e qiellit. Atëherë, nëse duhem ta kuptojmë mirë këtë vargun e kësaj Bibël, shikojmë një fëmijë të vogël. Të jetë fëmia një shembull i mirë për ne. Lavdi Zotit, atyre do jetë, si thotu, sepse atyre është mbretëria e qiejve. Me pak fjalë, njerëz të tillë do futen në qiell, vëllezër të dashur. Njerëz që e kanë zemrën si fëmia, njerëz që nuk e mbajnë veten krenar, që unë jam i pari, unë jam i fundit. Mos do të kurrë tilla mendime në zemrat tona, vëllezër të dashur. Lavdi emrit Krishtit, edhe vazhdon duke thënë, ata që vajtojnë sepse ata do të ngushëllohen. Në këtë varg, vëllezër të dashur, do doja të thosha që ngushëllimi i Perëndis është i veçantë në këtë botë. Janë gjëra që mund të ngushëllojë dikush, të qej hallin dikush kur i thon, ke një problem, mund të vi një rrugëzgjedhje nga toka, mu mblodhen lekët, u la borxhi, edhe vazhdon jeta prapë. Po janë probleme, vëllezër të dashur, që nuk mund të ngushëllojë as dhe një njeri. Edhe jam i sigurt të tërë ne si njerëz kalojmë periudha të jetës që nuk mundemi të hapim dot zemrën edhe diku. Edhe i mbajmë të tëra ato në vetveten tonë. I mbajmë në zemrat tona. Por e mira është deshet të thosha, mos ta mbajmë ato mërzitje, ato dhimbje në shpirtin tonë. Është dikush që na dëgjon në tërë 24 orëshin. Është Perëndia ai që aq shumë, si e tha më përpara, na deshi edhe na do, është atje të dëgjoj lutjen tënde, të dëgjoj dhimbjen tënde, të shikoj lotët e tu, të fshi lotët e tu. Mos e mbaj peshë në zemër, sepse është shumë e rëndë. Hape zemrën te Zoti, kërko të ngushëlloj Zoti, edhe Zoti është i fuqishëm të ngushëlloj secilin prej nesh çfarë do që të kaloj në jetën e tij. Jam tepër i sigurt, vëllezër të dashur. Nuk ka diçka që nuk mundet të thosha Zoti të ngushëlloj, edhe të uroj nga shpirti im sot që të ngushëllov Zoti. Të ngushëlloj Zoti të të marri dhimbjen, të të marri problemin që ke, të të marri atë peshën e problemit, e të dhen paqen e tij, të dhen fuqi që të përballosh gjithçka. Shumë herë, vëllezër të dashur, thuhet edhe është e vërtetë është që njeriu e mban fjala në këmbë. E thotë një shprehje këtu në Shqipëri dhe më pëlqen, edhe është e vërteta. Atë shprehjen e dur, atë fjalën e dur që nuk e ke gjetur tek mua, nuk e ke gjetur tjetri, nuk e ke gjetur tjetri, është Zoti i cili mund të thotë një fjalë, edhe shpirti jot të ringjallet, edhe shpirti jot të marrë jetë, të buzëqeshi buza jote, të gëzohesh. E vërtetë është, vëllezër të dashur, kur kalon një problem dikush, nuk mundet të gëzohet. Por është e çuditshme duke lexuar te Biblat që dishepujt e Jezusit, te veprat e apostujve, i rrinin, i fusin në burburgje, i bënin shumë gjëra të keqe, por ata thot Bibla, ikën ndërmjet atyre me një gëzim shumë të madh, sepse për hirin e Jezusit hëngrën dru, kaluan çka kaluan. E falenderojmë Zotin. Edhe një herë po i them, Zoti ju ngushëllov. Në çdo problem që kalon, hape zemrën te Zoti. Është aty në qesh në qiell, po është edhe në tokë. Aleluja. Ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashëgojnë tokën. E këtu te zemërbutësia ndikon një problem i madh. Kur bota shikon njërin që është zemërbut,
Kur bota shikon njërin që është i urtë, që nuk e bën të keqe, nuk e kthen të keqen me të keqe, mundohet njeriu të shtypë më shumë akoma. Mundohet njeriu të bëjë më keq akoma. Por desha t'ju thosha diçka në këtë rast. Jemi delet e Perëndis. Delja nuk ka keqësi në vetvete. Delja ngele del. Delja nuk bëhet ujk. Delja nuk bëhet dhi. Delja nuk ndryshon. Delja ngele dele. Por desha t'ju thosha që delja ka një çoban. Edhe ai çobani mban atë krapën në dorë që asnjëri nuk mundet të kasmoj delen e tij. Të qëndrojmë dele vëllezër të dashur. Të qëndrojmë ashtu si na do Zoti. Nuk të humbasim. Për momentin mund të duket që humbum diçka, por thon një fjalë, është një fjalë e urtë që doja ta thoja, qesh më mirë thot ai që qesh i fundit. Qesh më mirë ai që qesh i fundit. Se shumë njerëz ta Jezusi qeshin tani, po do qajnë më vonë. Ca qajnë tani, po do qeshin më vonë. Neve vëllezër të dashur shikojmë tek jeta e përjetshme. Vetë Jezusi, qa si bën Jezusit? Shumë njerëz fillonin e bështynin, pasi e bështyn, fillonin e godisin mbrapa koke, edhe i thoshin profetizo, kush e bëri këtë? Edhe qa si bën Jezusit? I cili thot Bibla, si një qenj, vati te kasapi, edhe nuk e hapi gojën. Vëllezër të dashur, është një Zot i cili shikon të tëra. Është një Perëndi i cili i vështron të tëra. Akoma edhe errësira për Zotin është si drita, si është ora 12 e drekës. Si e shikojmë në diellin në orën 12 të drekës, kështu shikon Perëndia natën në orën 12 natës. Nuk ka errësirë për Zotin. Të tëra janë përpara Zotit të shfaqen, të tëra duken përpara Zotit. E dy bie një shembull që e kuptojmë neve shumë herë që kemi kaluar në përkufira. Në përkufi ekzistojnë ca aparatura atje që kudo që ti ke fshehur njerëzit gjerat, thotë ai kalojnë askani makinën. Ati nxjerrin të në shesh. Nëse njeriu arriti të nxjerrë në shesh ato që fshen njeriu, imagjinoni Perëndia më vëllezër dashur. Neve të qëndrojmë dele, këtë të mbajmë në mendje, këtë të mbajmë në zemrën tonë. Edhe Jezusi një ditë do vi të marrë delet e tij vëllezër të dashur. Edhe vazhdon e thon luma ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësinë, sepse ata do të ngopen. Edhe këtu është diçka që mungon në të botën që jetojmë shumë fare. Njerëzit kanë uritje jo për drejtësi, por për të bërë të keqen, për të gënjyer, për të mashtruar, për të vjedhur. Kjo është bota që jetojmë. Edhe këtu në këtë botë Jezusi na fton vëllezër të dashur të jetojmë në drejtësi. Mundet të jetojmë në drejtësi. Besoj vëllezër të dashur në momentin që i thot Jezusi diçka mundet të bëhet. Edhe shumë herë vëllezër të dashur, Zoti shikon zemrën tonë. Edhe neve kemi atë detyrë do thoja të lutemi për drejtësinë e këtij adheut. E dini vëllezër të dashur, mund të jeni pak, por shumë fuqi ka lutja e dikujt që lutet me shpirt. E di vëllezër të dashur që lutja e njerit mund të ndryshoj ligje. Lutja e njerit mund të ndryshoj shumë situata. Lutja e një kishe mund të ndryshoj shumë gjëra. Shumë herë neve vëllezër të dashur, themi çfarë do bëjmë? Kështu është bota, kështu është gatuar bota, çfarë do bëjmë? Nuk mundet të bëjmë dot diçka, bëjmë dot diçka, nuk mundemi të bëjmë dot diçka. Por Jezusi, Bibla thot, mundeni të bëni shumë gjëra. Por kur ulim gjunjtë tonë, kur lutemi që Zoti i drejtësisë të marrë parasysh të tëra ata që janë në parlamente, kudo që të jetë secili në detyrën e tij, që Zoti të ndërhyjë vëllezër të dashur. S'ka mundësi që kisha e Perëndis të lutet edhe Perëndia mos ta dëgjoj. Vëllezër, kemi shumë të drejta në zemrat tona. Kemi shumë të drejta që na jep Zoti. Mos i lëm ato në anë, por t'i vëmë në punë ato materiale do thosha që na ka dhënë Zoti. Dhe eci që më shpejt se ora kaloj, lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata të shohin Perëndin.
Këtu është diçka që duhet t'japim të rëndësi. Te Bibla Dhjata e Vjetër thosh s'kash një të vete perdia e të paraqitet me zemër të pastër. Nuk e di disa njerëz që thonë unë kur vete përpara Zotit do t'i them kështu, kam dëgjuar shumë gjëra. Vëllezër të dashur, perdia është dritë. Errësira në atë nuk ekziston. Perëndia, vëllezër të dashur, na ka ftuar që të jetojmë për jetë bashkë me të. Perëndia, vëllezër të dashur, na tha që trupi jon që është tempulli i frymës së shenjtë. Edhe si mund të banoj fryma e shenjtë në zemrën time nëse zemra ime nuk është e pastër. Duhet japim shumë rëndësi këtij vargu, këto kohë të fundit, secili prej nesh të shikoj vetveten e tij, të vëmë në pasqyrë, si vëmë zakonisht në pasqyrë, të shikojmë çka kemi për të pastruar, çka kemi për të rregulluar, edhe t'i lutemi Zotit na pastroj krejtësisht. Sepse Jezusi, vëllezër dashur, do vi të marrë ata njerëz që kanë zemër të pastër. Unë e di për veten time çfarë gabime kam. Edhe mundohem ato t'i çoj përpara Zotit, të më pastroj, të më shenjtëroj edhe më shumë. Lum ata që kanë zemër të pastër ta Jezusi, sepse ata do shohin Perëndin një ditë edhe nuk do turprohen, sepse Perëndin të tjerë do ta shikojnë një ditë, por disa do ta shikojnë edhe do kenë turp ta shikojnë sy më sy, edhe do dridhen thotë si gjethet e fikut. Por ne, vëllezër dashur, do ta shikojmë një ditë Perëndin edhe nuk do kemi turp që ta shikojmë Perëndin, do ta shikojmë sy më sy edhe do jemi për jetë bashkë me të. Vëllezër, të përgatisim zemrat tona që tani. Shumë njerëz thotë para se të vdesuna, një javë para se të vijë ora, do t'i përgatis të tëra. Por na që disa ngelen në mendim nuk ishin mundësi t'i përgatisnin, nuk fliste me njerin, nuk fliste me tjetrin, nuk ka jo kështu, vëllezër, lum ata që kanë zemër të pastër. Zoti atje banon. Edhe nuk është vetëm ta shikojmë Zotin një ditë, atje po është nevojshme ta shikojmë Zotin edhe ditën, edhe për ditë që jetojmë e sa herë që vim këtu nuk ish. Ora kaloi, këto janë vargjet, vëllezër të dashur, që doja të shpërndaj me ju, radh pak për shpirtin tim, për zemrën time, të mbajmë disa nga këto mesazhe që Zoti na dha sot, si të dëgjojmë përpara me vllajdashin, të veshim dashurinë, të marrim tërë ato që ka Zoti që na jep, të jemi dele, të ngelim dele, mos mundohemi të ndryshojmë ato që mësuam, zemër të pastër, të ekzistojë sinqeriteti në zemrat tona, edhe mos të harrojmë të rrëfejmë mëkatet tona te Zoti. Çfarë to që ndodhi? Ai është ati jon. Nuk është si neve prindrit, unë për shembull, mos flas numrin e shumës, numrin e njerëz flas për veten time, na njerëz nuk janë baba i mirë, nuk sillim ashtu si do doja te fëmijët. Edhe mund të bëhet diçka edhe sillim ashtu si nuk duhet të sillim. Por ati jon në qiell është plot dashuri. Mirëserdhe o bija ime, thot. Mirëserdhe o biri im. Ai i di, vëllezër të dashur, çfarë kemi bërë neve para ne si ti themi. Para ne si ti themi, ai di të tëra, ai qa pret nga neve, ti rrëfejmë mëkatet tona, ti rrëfejmë çfarë do që ndodhi, o Zot, këtë mendova, o Zot, këtë bëra, o Zot, më fal, o Perëndi. Edhe në qoftë se neve thot i rrëfejmë ato, ai është besnik që na e fali nga tëra mëkatet, vëllezër të dashur. Lum ai popull që ka frikën e Zotit në zemrën e tij. Ju uroj nga shpirti, ju bekoj Zoti, jeni në mendje tona, në lutje tona, të luteni edhe për ne, që edhe po su takuam, besoj se do takojmë prapë, por një ditë të takojmë tërë së bashku në mbretërinë e qiellit. Amin.